Se veni në këto 60 minuta. E kemi parë që në qysh muajt e parë të këtij viti kemi parë disa pjesëtarë të policisë së Kosovës të përfshirë në vepra të ndryshme kriminale. Kemi parë zyrtarë të cilët kanë keq përdorur uniformën e kanë arrestuar shqiptar për hersape personale. Në anën tjetër kemi parë edhe pjesëtarë të policisë të përfshirë në aksidente ku pastaj kemi pasur edhe shqiptar të vdekur e pjesëtarë të tjerë të dyshuar për keqtrajtim. Të gjitha këto raste se si po hetojnë dhe se si po përfundojnë pas pak i kuptojmë përmes intervistës në studio me drejtorin e hetimeve në Inspektoratin Policor të Kosovës Bardhyl Haxhi Mustafën. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. 3 vendimet e PZAP-s përfundojnë në Supreme. Pas refuzimit nga PZAP-ja vendos të ankohet për votat e LDK-s në Supreme. 2 ankesat të tjera janë të PDK-s e koalicionit PDK-LDPB. Presidenti Osmani kundër përgjigjet Vučićit. Serbia sipas saj është agresor dhe se përmes të pavërtetave për marrëveshjen po synon të viktimizohet. 3 ditë pas varimit të babait me leje të gjykatës speciale Hashim Thaçi arri në Kosovë. Ai gjatë qëndrimit të tij në buror vendos lule në varrin e babait dhe takon familjen. Njëri prej aeroporteve më të mëdha në Evropë harroi në Londër përfshihet nga flakët. Trazohen fluturimet për qindra mijëra udhëtar. Gjykata Supreme e Kosovës është duke shqyrtuar 3 ankesa të pranuara ndaj vendimeve të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Një ankesë është dorëzuar nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhet me vendimin e PZAP-s për votat me postë dhe një ankesë tjetër e pranuar nga koalicioni PDAK-LPK. Në Gjykatën Supreme është pranuar një ankesë nga vetëvendosje kundër vendimit të PZAP-s dhe një tjetër të koalicionit PDK-LPB ka konfirmuar Supremja. Ndërkohë që një ankesë tjetër është e kandidatit për deputet të PDK-s Petrit Hajdari, e cila është dorëzuar të njëjtën. Gjykata Supreme e Kosovës ka pranuar një ankesë nga kandidati për deputet Petri Hajdari nga Partia Demokratike të ushtruar kundër vendimit të PZAP-s, thuhet në përgjigjen e Supremës. Ankesa e lëvizjes vetëvendosje vjen pasi PZAP-ja refuzoi ankesën e cila kërkonte anulimin e mbi 18.000 votave të ardhura me postë në favor të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje përmes një statusi Alin Mandjuka ka thënë se kanë dorëzuar në Gjykatën Supreme ankesë për anulimin e këtyre votave. Vetëm përmes pranimit të ankesës son mund të rivendoset legitimiteti i zgjedhjeve në Kosovë. Faktet kanë dëshmuar për një vjedhje industriale të votave dhe presim nga Gjykata Supreme që të korrektojë vendimin e padrejtë të PZAP-s e të marrë vendimin e duhur për ta parandaluar një precedent të tillë në të ardhmen, ka thënë Mandjuka në këtë status. PZAP-ja kishte hedhur poshtë ankesën e lëvizjes vetëvendosje pasi nuk ishin gjetur prova të mjaftueshme për të mbështetur pretendimet e vetëvendosjes dhe si pasojë ankesa u refuzua si e pabazuar. Në rast se Supremja hedh poshtë ankesat, atëherë hapet rruga për certifikimin e zgjedhjeve. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është kundërpërgjigjur homologut të saj serb Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se shteti që udhëheq është i kërcënuar nga marrëveshja ushtarake që kanë arritur Kosova, Shqipëria dhe Kroacia. Por Osmani e cilësoi Serbinë si shtet agresor dhe tha se me të pavërtetat për marrëveshjen po synon të viktimizohet. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se Serbia është shteti vetëm i Ballkanit Perëndimor që përbën kërcënim për rajonin. E ka theksuar këtë pasi homologu i saj serb Aleksandar Vučić alarmoi se shteti që udhëheq është i kërcënuar nga marrëveshja ushtarake që kanë arritur Kosova, Shqipëria dhe Kroacia. Presidentja Osmani insistoi se marrëveshja e synon të kundërtën. Marrëveshja trilaterale ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë synon pikërisht këtë, që të ndihmojmë njëra tjetrës për të ngritur kapacitetet e mbrojtjes, pra për ta mbrojtur vetveten dhe asnjëherë për ta sulmuar dikë, dhe në të njëjtën kohë bashkëpunimin ndërmjet shteteve aleate që e kanë dëshmuar që janë besnike ndaj vlerave të lirisë, demokracisë dhe parimit të fqinjësisë së mirë. Në të drejtën ndërkombëtare, por po ashtu në praktikën e NATO-s. Osmani tha se është praktik që ndodh tërkohën brenda shteteve të NATO-s që firmosin marrëveshje mbi bazën e vlerave të njëjta që ndajnë. Ajo insistoi se Serbia ka përhapur propagandë pas firmosjes së dokumentit ndërmjet 3 shteteve.
Serbia si shtet që nuk beson në ato vlera, por që i sulmon vazhdimisht, natyrisht tani del me propagandë se kinse që ka shkelur një marrëveshje vitit 1996, por kushdo që lexon atë marrëveshje e vren një gjë, që Serbia po e bën të njëjtën që e ka bërë gjithmonë, pra po gënjen. Sepse nuk ka asnjë të vërtetë në atë që e kanë thënë dhe nuk ka asnjë rrezik për ta, por përkundrazi. Historia e ka dëshmuar dhe po dëshmohet sërish në këta muaj e këto vite të fundit. Ekziston vetëm një burim destabiliteti në rajonin e Ballkanit Perëndimor. E ajo është Serbia. Presidenti Osmani theksoi se historikisht shtetet agresore, siç ta janë Serbia dhe Rusia, vazhdimisht tentojnë të paraqiten si viktima. Nëse i shihni deklarimet e tyre qesharake, përkundër faktit që ka një histori sulmesh, pushtimesh, histori gjenocidi, histori luftrash që i kanë shkaktuar vetë, shtetet agresore si Serbia e Rusia paraqiten se kinse dikush po i sulmoj kata. Në historinë e ekzistimit të kombit ton, ne kur nuk e kemi sulmuar askënd. Por në historinë e kombit ton, shqiptarët dhe Kosova në veçanti gjithmonë e ka mbrojt vetveten. Kosova dhe 2 shtete anëtare të NATO-s, Shqipëria dhe Kroacia, nënshkruan këtë javë marrëveshje për fillim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Ministrat e mbrojtjes që hodhën firmën mbi dokument thanë se do të rritet ndërveprueshmëria e ushtrive përmes edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve të përbashkëta, si dhe do të angazhohen në luftën e kërcënimeve hibride, por edhe do të koordinojnë politikat për integrime euroatlantike. Tri ditë pas varimit të babait të tij me leje të dhomave të specializuara në Hag, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nën masa të reptas të sigurisë është sjell nga Haga në Kosovë. Ai ka vënë kurora lulësh mbi varrin e babait të tij në buroj të Skenderajt me mbishkrimin: "Te vari yt erdha i fundit bab." Thaçi gjatë qëndrimit në buroj ka takuar nënën dhe bashkëshortën e tij, raporton Kosova Press, derisa qëndrimi i tij në Kosovë pritet të zgjasë 2 ditë. Gjykata speciale ka konfirmuar vizitën e ish presidentit Hashim Thaçi në Kosovë. Gjatë vizitës, i akuzuari do të vazhdojë të mbahet në paraburgim dhe në ndruajtje të dhomave të specializuara, thuhet në njoftimin publik të premte. Moslejimi pjesëmarrjes së tij në varimin e babait të tij Haxhi Thaçit të martën nxiti reagime të shumta. Ish presidenti Hashim Thaçi po përballet me 2 akt akuza për krime lufte dhe për ndikim të dëshmitarët. Ai është deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat akt akuzës. Në mungesë të akuzuarve ka dështuar të mbajë gjykimin në rastin e hedhjes së gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Në këtë seancë është paraqitur të premten vetëm ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu, ndërsa kanë munguar të akuzuarit e tjerë në këtë rast: Palekaj, Donika Kadaj Bujupi dhe Besa Baftiu. Haxhiu ka thënë se dëshiron në mbrojtjen sipas detyrës zyrtare derisa seanca është hyrë për datën 7 maj. Në këtë rast, ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu, deputeti Palekaj dhe ish deputetët Donika Kadaj Bujupi dhe Besa Baftiu akuzohen për posedim të gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës në vitin 2016. Në këtë rast, ministra e drejtësisë Haxhiu, Lekaj dhe Besa Baftiu e Kadaj Bujupi akuzohen për posedim të gazit lotësjellës, derisa gjykata e Prishtinës më 18 maj të 2021 në mungesë të provave i kishte liruar nga akuza për anëmbajtje pa leje Haxhiun, Lekajn dhe ish deputetët Kadaj Bujupin dhe Besa Baftiun për akuzën e posedimit të gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Mirpo kundër këtij vendimi ankesë kishte parashtuar prokuroria, ku në seancën e mbajtur të 6 shtorit të vitit 2022, kjo prokurori kishte kërkuar kthimin e rastit në rigjykim. Më pas, gjykata e apelit më 14 tetor të po të njëjtit vit kishte marrë vendim me të cilin kishte aprovuar ankesën e prokurorisë dhe kishte prishur aktgjykimin e shkallës së parë, duke kthyer çështjen në rigjykim. Për gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës.
E në gjykatën themelore në Prishtinë, ish gardiani burgut të Prishtinës dhe Lipjanit Dragisha Milenković i ka mohuar akuzat për krime lufte. Milenković ka paraqitur para trupit gjykues të gjykatës themelore në Prishtinë mbrojtjen e tij për akuzat për krime lufte të kryera në këto bugje. Ai ka theksuar se ka menduar që si dëshmitar në rastin e tij ta propozoi kryeministrin Albin Kurti pasi ai ka qenë i burgosur në burgun e Prishtinës. E di edhe avokati im se kam kërkuar që edhe kryeministri Kurti që si qytetar sipas dëshmir të jap deklarat, por para 20 muajsh. Prokuroria ka premtuar se do ta dëgjojë. Nuk më ka interesuar si kryeministër, por më është kujtuar si emër, si qytetar që ka qenë në burg. Është pranuar në ndrimin tim, ja kam dhënë sapunin dhe shamponin kur ka ardhur, ka thënë ai. Ai ka mohuar akuzat se gjatë luftës ka torturuar rom. I akuzuari ka mohuar edhe akuzat se e ka rrahur një serb për cilin ka thënë se ka pasur probleme me vëllain e tij, por jo me të. Ish gardiani Milenković është arrestuar më 21 qershor të 2023. Akt akuza që u ngrit në dhjetor të atij viti e ngarkon Milenkovićin me atë se në cilësinë e gardianit të burgut të Prishtinës dhe Lipjanit gjatë periudhës së luftës 98-99 në bashkëshorje e në mënyrë sistematike ka maltretuar të burgosur shqiptar. Për këto akt akuza ai u pati deklaruar i pafajshëm. E në anë tjetër, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj dy serbëve dhe një bosnjaku me akuzat për krime lufte. Të pandehurit me inicialet RV dhe MV të nacionalitetit serb dhe AC të nacionalitetit bosnjak akuzohen se kanë kryer veprën penale krimi luftës kundër popullsisë civile. Sipas njoftimit të prokurorisë, hetimet kanë vërtetuar se të pandehurit si pjesëtar rezervë të policisë të stacionit policor në Pej në bashkëkryerje me pjesëtar të forcave policore serbe gjatë kohës së luftës në Kosovë në fshatin Ozrem komuna e Pejës dhe në fshatrat përreth regionit të Pejës kanë kryer vrasje, dëbim, shkatrim të pasurisë dhe keq trajtim ndaj popullsisë shqiptare civile që nuk ishin të përfshirë në luftë, me rast u vran 14 civil të nacionalitetit shqiptar. Prokuroria ka propozuar mbajtjen e gjykimit në mungesë konform dispozitave për shkak se të pandehurit gjenden në arati. Specialja mbetet e përkushtuar në ndjekjen dhe sjelljen para drejtësisë të gjithë personave përgjegjës për krimet e luftës në Kosovë, thuhet me sjerash në njoftimin e speciales. E Prokuroria Themelore e Mitrovicës ka ngritur akt akuzë ndaj ish-nënkryetares së komunës së Leposaviqit Dragina Miletić dhe ndaj dy të pandehurve me inicialet SS, dhe zyrtarit me inicialet SM, të cilët ishin zënë duke konsumuar kokain në komunën e Leposaviqit. Në njoftim thuhet se gjatë muajit nëntor të 2023 në dy raste në objektin e komunës së Leposaviqit, të dyshuarit me inicialet SS akuzohet se në një rast nga zyrat e komunës fton të pandehurin me inicialet DM dhe SS dhe i ofron substancë narkotike të llojit kokain të cilët e konsumojnë së bashku. Prokuroria Themelore me rastin e ngritjes së akt akuzës ka kërkuar nga gjykata që 3 të pandehurit të shpall fajtor për veprat e kryera penale dhe t'i dënoj sipas ligjit. Politikan e përfaqësues të religioneve të ndryshme kanë diskutuar për dialogun ndërfetar. Në katedralen në Prishtinë, ku është organizuar diskutimi, është lavdruar modeli shqiptar për tolerancën dhe dialogun e demonstruar. Shqiptarët dhe bashkëtesa e tyre fetare duhet të merren shembull nga të tjerët, është mesazhi që kanë dhënë pjesëmarrësit në diskutimin e organizuar në katedralen në Prishtinë. Kryekuvendari Glauko Njufca tha se gjatë historisë së gjatë të shqiptarëve, askund nuk mund të gjendet ndonjë konflikt mes tyre në bazë fetare. Është vërtet për të studiuar qysh nuk mund të gjendet asnjë tronditje në shoqërinë tonë, popullin tonë, e cila është me bazë fetare, qysh e kemi pa në të gjithë historinë e Evropës, të rralljon popujt që kanë pas imunitet prej kësaj historie, të luftrave vërtet të ashpra në kontinentin evropian. E organizatori i diskutimit Zef Gashi tha se synimi i bashkësisë fetare që i takon është që të forcojë të përbashkëtën pa cenuar të dallueshmen. Ai shprehu nevojën të mos lejohet dominimi i dallimeve.
Pikërisht në këtë kohë, kur bota përballet me sfida të shumta, përçarje, konflikte dhe tendenca për të vënë dalimet mbi atë që bashkon, ne sot dërgojmë një mesazh të qartë. Dialogu është rruga e vetme për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, të barabartë dhe paqdashtë. Në diskutim me mori pjesë edhe Jean-Marie Shpaih, përfaqësues nga Vatikani. Ai tha se selia e shenjtë që një kohë të gjatë promovon dialogun ndërfetar dhe lavdëroi raportin e ndërtuar nga shqiptarët. Rruga drejt paqes është toleranca dhe dialogu, dhe për këtë arsye selia e shenjtë është e interesuar në modelin shqiptar, sepse ju e keni në kulturën tuaj me shekuj, një mënyrë për të qenë që është përdorur, por ju e keni promovuar me shekuj me gjithë momentet e nivelit të lartë të ulët. Modeli shqiptar mund të jetë shumë interesant për gjithë kontinentin evropian që nuk është mësuar me tolerancë. Në kuadër të tryezës së dialogu ndërfetar sipas modelit shqiptar, morën pjesë shumë pjesëmarrës nga Kosova, rajoni e Magjer. Në panele të ndryshme janë ndarë këndvështrime mes përfaqësuesve të feve të ndryshme. Drejtori i hetimeve në